Këtë video unë po e bëj si përgjigje, reply, bashkëbisedim në publik me mikun tim, nga miqtë më të mirë që kam, Lukun, Bedri Luku. Bedriu ka postu sot aty në faqen e vetë të Facebookut atë lajmin që më duket është kryetari OSBE-s, ose quhen këto që vëzhgojnë procesin zgjedhor, zgjedhjet në Shqipëri, me të cilën organizatën patë kontakte për ndryshimin e ligjeve që praktikohen në zgjedhjet në Shqipëri. Pra, Bedriu e ka ripostu atë lajm. Ky kryetari i OSBE-s, kush është ky, anglisht folës, ka dalë aty para medjeve si konferencë shtypi, edhe ka thënë që është koha tashti që të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, në mënyrën, në ligjshmërinë, praktikën e zgjedhjeve në Shqipëri. Edhe Bedriu thotë që tashti ran mend këtyre pse se bën këto para zgjedhjeve. Thot Luku, para zgjedhjeve Bedriu e ti mirë, shoku i mingurësht, që Sami Gjoka erdhi në Shqipëri pikërisht për këtë, për t'i bërë thirrje qeverisë shqiptare si një person i vetëm, i pafuqishëm, por që e ngriti këtë që ato e ngrejnë tash mas zgjedhjeve, edhe e ngriti pikërisht në zyrën e këtij personit ose OSBE-s, tek hoteli Sheraton kemi shku me Ymer Nurgën, sepse atje është zyra e këtyre në Sheraton, dhe u kam shku në zyrën, dhe më kanë prit mjaft mirë, por s'kan bo asgjë, ata e bon tash direkt mas zgjedhjeve, edhe pse kishin atë arsye të mos bëjnë asgjë. Se unë shkova me apostafat për këtë mision, që zgjedhjet të shtyhen ose të ndalen derisa të ndryshoj ligjshmëria, ky lloj ligji, këto lloj kodësh që penalizojnë ardhjen e një qeverie të re në pushtet. Unë e paraqita ankesën time të Ministria e Drejtësisë, të Kryeministri, tek Presidenca, edhe tek OSBE-ja të Sheratoni, këtë zyre këtij personit që po flasim, që ka dalë sot. Edhe përveç zyrës OSBE-s, edhe në komitetin, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra i kam paraqitur ankesat të gjitha dhe kam kërkuar me ngulm edhe me bindje, jo për Sami Gjokën, por për vendin ton, për popullin ton, për forcat politike që duhet dalin edhe të marrin stafetën, edhe kryesisht për partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur që gjenin më shumë terren. Edhe pse OSBE-ja nuk mund ta bonte këta përpara, se sa të vjetë ngrej këtë çështje në Shqipëri, jo dini që Ministria e Drejtësisë dhe Vendos Ministri më dërgoi edhe përgjigjen më shkrim para 2 ditëve, ju a kam dhënë edhe post dhe keni poshtë videove të mia. Pse OSBE-ja i përgjigjen Bedri Luku, po gjithë juve miqtë dhe shokëve të mi, nuk është parlamenti shqiptar që ndryshon ligjet. OSBE-ja është atje për të dëshmuar që në bazë të ligjeve shqiptare dhe në bazë të parimeve perëndimore të Evropës, zgjedhjet, fushata zgjedhore ka qenë në rregullt. Jo nëse ligjet shqiptare edhe kodi i zgjedhjeve është i rregullt. Ai përcaktohet nga deputetët shqiptar në parlamentin shqiptar dhe jo nga OSBE-ja, ligjet dhe kodi, por në bazë të ligjeve që nxjerr parlamenti shqiptar edhe bën parlamenti shqiptar, edhe në bazë të parimeve evropiane, nëse zgjedhjet kanë qenë të rregullta apo jo.
Unë e paraqita këtë ankesë të gjithë të institucionet kryesore, pra të kryeministrit, të presidenti, Ministria e Drejtësisë, Komisioni i Zgjedhjeve, edhe vetë OSBE-ja, ku nga gjithë edhe herë vetëm OSBE-ja më ka prit mirë, tjerët natyrisht që jo, sepse OSBE-ja nuk është organ qeveritar shqiptar, përveçkues nga jashtë. Por ato nuk mundën të dalin edhe të bëjnë thirrje apo të japin ultimatum Parlamentit shqiptar, qeverisë shqiptare të ndryshoj ligjet. Këto e bën Shqipëria, këto e bën kryeministri, këto e bën presidentja, këto e bën Ministria e Drejtësisë, edhe këto e bën pra vetëm Parlamenti shqiptar para zgjedhjeve. Kjo ishte në kohën kur zgjedhjet po fillonin. Pra thirrja edhe një herë është se ky ka konstatu atë që unë i kam paraqit me shkrim edhe me gojë në zyrën e tij në Sheraton. Këto kanë konstatu se ligjet që Shqipëria ka nuk favorizojnë ardhin e partive të vogla edhe kandidatët e pavarur, nuk, por vetëm dy partitë e mëdha që janë atje, që garantojnë për një kohë shumë gjatë gjithmonë të njëjtën gjë, që qeveria metet në dorën e Partisë Socialiste dhe Partia Demokratike metet në udhëheqjen, komandën, urdhrat e Sali Berishës. Këto janë ligjet që janë në Shqipëri, që fatkeqësisht i ka kalu Parlamenti shqiptar, kur ka qenë fuqi Partia Demokratike, edhe për të cilën unë i kam kritikuar ashpër miqtë e mi, edhe u kam thënë hapur në tavolinë deputetëve të hershëm, siç ishin miqtë e mi Sami Gjergji, Recep Uka, edhe një Parti Socialiste që harroj, që kam thënë që ju a keni bërë të keqen vetës suj, për arsye se tashti, në qoftë se gjithë populli ju jep votot juve, Sali Berisha ju heq nga viza, nga lista, nuk i vjen kryet listës, edhe futën sa që s'morin asnjë vot popullit, por që i ve Berisha në kryet listës, edhe që garantoj gjithmonë partinë që është në qeveri të fitoj, i jep siguri, edhe partia tjetër që është në opozit të ketë gjithmonë ato krerë në krye të shkel më kom tjeret dhe u myllin derën kandidatëve të pavarur, u myllin derën partive të vogla, edhe pra për ligjin këtë lloj antidemokracia. Ato nuk e kuptonin atëherë, sepse ishin të knaqë, ishin deputet, por nuk kaloi as edhe një vit kur e mësun Hilen Peslikun, ata që i kisha paralajmëru Sami Gjoka që u flet. Bedriu ngrihet ashti, edhe thot me të drejtë, pse Evropa dhe ky nuk e ngritën këtë çështje, ta marrin shpatën të binë me shpatë kokës Sali Berishës e Edi Ramës, për arsye se as sot e kësaj dite, as Evropa, as OSBE-ja nuk e ka atë fuqi. Ata kanë fuqi mbas ligjeve që ka Shqipëria, të shohin që mbas këtyre ligjeve a janë bërë zgjedhjet në rregull ajo. Por nëse janë ligjet të denja e të duhura, kjo i përket Parlamentit shqiptar, ata e konstaton, e thot nuk janë. Ka ardhur koha që duhet ndryshohen, mjaft më me këta. Por nëse nuk ndryshojnë, ai prap s'ka ç'bë, do të vinë prap mas 4 vjetëve, edhe prap do të monitorizojnë, që thonë kësve që vërshgojnë shofin, nëse në bazë të ligjeve që kemi, zgjedhjet e ardhshme prap bëhen në përputhje me ligjet që kemi ajo. Edhe një herë, ligjet që ne kemi duhen ndryshu, ato i ndryshon vetëm Parlamenti shqiptar, ose BE-ja vëzhgon në bazë të ligjeve që kemi, a janë bërë zgjedhje të rregullt apo jo? Janë bërë në bazë të ligjeve që kemi, por ligjet që ne kemi janë ligjet që duhen ndryshu, edhe s'do të ndryshojnë asnjëherë Bedri Luku, sepse këta na ka bërë Besliku që kemi pas atëherë në qeveri Partia Demokratike me Sali Berisha në demokratin më të madh, për të cilëve ka përfitu Partia Socialiste dhe vazhdon të përfitoj, edhe nuk e çan trapin të ndryshoj, për arsye se i garanton edhe 20 mandate të tjera të fitoj peshqesh nga Sali Berisha, dhe
shumica e deputetëve demokrat që kemi pas atëherë në parlament, edhe mjeshtrëve, pelivanëve socialist që e përkrahen se e kuptun që kjo do të ndihmonte ata dhe jo Berishën, po ndihmonte Berishën që të ri në kryet partisë vet. Sami Gjoka ju përshëndet.